Për Komisionin Rregullator për Energjetik është shumë e shtrenjtë që EVN të vendosë sistem për lexim të matësve të energjisë elektrike për të gjithë konsumatorët çdo muaj. Kryetari i komisionit, Marko Bislimovski, konfirmoi se vendosja e këtij modeli do të kushtonte 10 milionë euro në vit, gjë që do të rritë ndjeshëm çmimin e rrymës për qytetarët. Rritja do të ishte rreth 5%, ndaj do të shkohet me një model tjetër. Bëhet fjalë për blerjen e matësve të mençur për 10 milionë euro gjatë 2 deri në 3 vitet e ardhshme. Тие основни средства ние ги признаваме, но повратот на капиталот изнесува само 6,2%. Значи, на годишно ниво, од овие дополнителни 10 милиони евра за набавка на нови мерни уреди, на крајната цена влијанието би било 0,1%. Нечиси никакво влијание, така да тоа ќе го направиме и во наредниот период, да ја задолжиме електродистрибуција да набави уште повеќе броила, за да можеме во период од 2 до 3 години некаде помеѓу 70 и 80% од потрошувачите во државата да имаат броила со далечинско отчитување. Në faturën e ardhshme, qytetarët do të marrin njoftim për mënyrën se si vetë të lexojnë matësit e tyre të energjisë elektrike dhe nëse ka mospërputhje me konsumin e faturuar, të raportojnë në EVN. Në të ardhmen, në faturë do të shënohet nëse llogaritja e energjisë së konsumuar është bërë mbi bazën e leximit real të matësit apo mbi një konsum mesatar të supozuar. Bislimovski nuk deshi të komentoj vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila shfuqizoi disa dispozita të ligjit dhe mundësoi shkyqje më të lehtë nga ngrohja qendrore. Апсолутно, ние како регулатор на Комисија за енергетика ќе ја почитуваме одлуката на Уставниот суд, но кажувам што ќе значи тоа во пракса. Можност за полесно исклучување, тоа значи намалување на бројот на потрошувачи на топлинска енергија, што може да доведе до зголемување на цената за топлинска енергија и да имаме што е можно и ќе имаме домаќинства кои што повеќе ќе се греат на електрична енергија и како што кажав во деловите на градот Скопје каде што има организиран систем за топлинска енергија, трафостаниците и воопшто и мрежата е со послаб капацитет, бидејќи не се очекувало дека таму луѓето ќе се греат на електрична енергија. Bislimovski u bëri thirrje të gjitha kompanive energjetike që në përputhje me ligjin e ri për energjetik, deri më 30 qershor të dorëzojnë kërkesë në Komisionin Rregullator për vazhdimin e licencave. Nëse nuk e bëjnë këtë, nga një kohë ku nuk do të kenë të drejtë të ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Bëhet fjalë për 1800 bartës të licencave nga të gjitha aktivitetet energjetike.